Fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP Luiz Elli është rikthyer sërish në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ndonse ky qendrim do të zgjasë vetëm 3 ditë, megjithatë, nuk ka pasur nevojë për shumë kohë që mjeshtri i lojës të përfshihet në debate të forta, kse radhe me një nga personazhet më polemik të këtij edicioni, Rogertin. Gjatë darkës pas spektaklit, situata u tensionua kur Luizi me stilin e tij karakteristik dhe plot ironi zgjodhi t'i drejtojë drejt për drejt kamerës. Ai përmendi publikisht të afërmit e Rogertit duke krijuar një moment mjaft delikat. Fisi sterkaj, ju e dini se sa ju du, jeni burra të mirë, por se ku e keni gjetë këtë? U shpreh Luizi duke nënkuptuar se sjellja e Rogertit nuk përputhet me vlerat e njerëzve të tij. Rogerti, i cili njihet brenda shtëpisë për gjuhën e tij të ashpër dhe debatet e shumta me banorët e tjerë, nuk e ka pritur mirë këtë koment. Ai ka shpërthyer në ofendime personale ndaj këngëtarit, duke i përmendur të kaluarën dhe duke etiketuar me epitete të rënda. E ka quajtur Luizin zhulls, i është drejtuar me termin bigjozçi, duke tentuar të godasë imazhin e tij publik. Ky rikthim i Luizit duket se ka arritur misionin e tij primar. Të gjithë syt janë tek ai, ndërsa debati me Rogertin po vlon në rrjetet sociale, fansat e Luizit e shohin këtë si një lëvizje brillante për të mbajtur vëmendjen e filmit që pritet të thyejë rekorde në kinema pas pak ditësh. Nga ana tjetër, sjellja e Rogertit ka nxitur sërish reagime negative të një pjese të publikut, të cilët e kritikojnë për mungesë respekti ndaj një figure që tashmë konsiderohet ikona e këtij formati. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.